Të hënën në mesditë do të organizohen protesta, të cilat do të fillojnë nga sheshi Tetovës e deri tek gjykata themelore e Tetovës. Protesta do të mbahen në kujtim të viktimave që humbën jetën në zjarrin në një diskotekë në Koçan, por dhe për të kërkuar përgjegjësi për zjarrin në spitalin modular në Tetovë. Kjo iniciativë, sipas Blendi Hodait, është e nxënësve, studentëve dhe qytetarëve. Hodai tha se në këto protesta do të kërkohet rigjykim i tragjedisë së autobusit në Llazkarc, tragjedisë në Bullgari me Besa Trans, spitalin modular dhe tragjedin në Koçan. Me këtë rast, Blendi Hodai, nga iniciativa Zero, sot prokurorisë dhe gjykatës së Tetovës u dhuroi një aparat kundër zjarrit, siç thonë, sepse në vendin ton shumë objekte ndizen lehtë. Me që shumë objekte në Republikën e Maqedonisë së Veriut ndizen lehtë dhe shpejt, sot para prokurorisë dhe gjykatës themelore të Tetovës po sjellim këtë aparat për mbrojtje kundër zjarrit. Jo vetëm për sigurinë e tyre, por në njëjtën kohë për të simbolizuar dhe nevojën urgjente për drejtësi të drejtë në vendin tonë. Andaj sot ju drejtohemi si iniciativa Zero, edhe gjykatësve dhe prokurorëve në Tetovë, por edhe më gjerë. Mëtej ai nënvizoi se gjykatësit dhe prokurorët duhet që të nxjerrin para drejtësisë fajtorët e vërtetë. Ju keni një detyrë të rëndësishme të zbardhni të vërtetën, të nxjerrni para drejtësisë dhe të vendosni prapa grilave të gjithë fajtorët e vërtetë për tragjedinë në Koçan, ku u vran 59 tri, për zjarrin në spitalin modular ku u vran 14 pacientë, për aksidentin e Besa Transit në Bullgari ku u vran 45 qytetarë, e Durmoturs në Llazkarc ku u vran 16 persona dhe për shumë tragjedi tjera që kanë kaluar pa ndëshkim. Pandëshkueshmëria sjell papërgjegjësi institucionale, pandëshkueshmëria sjell në njëjtën kohë edhe shumë tragjedi tjera dhe në vende të ndryshme. Po ashtu detyra juaj është të nxjerrni para përgjegjësisë gjykatës e prokuror, të shumë që e kanë penguar drejtësinë në rastet e përmendura dhe me shumë raste tjera ku nuk është vënë as pak drejtësia në vend. Qytetarët duan të shohin drejtësia të funksionojë përpara se të detyrohen ta marrin drejtësinë në duar. Kërkesat kryesore gjatë protestës së ditës së hënë do të jenë që të dënohen përgjegjësit e vërtetë për tërë tragjeditë që kanë ndodhur.